në një mundësi reale për të ardhmen. Kolegji AAB ka organizuar një ngjarje të veçantë, Gaming Night, e cila mblodhi student dhe maturant në një atmosferë dinamike dhe plot energji. Kjo mbrëmje u karakterizua nga gara të ndryshme në lojra elektronike, duke krijuar një hapësirë argëtuese, por edhe konkurruese për të rinjt. Në kuadër të kësaj ngjarjeje, dekani i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike theksoi rëndësinë e aktiviteteve të tilla në zhvillimin e aftësive digjitale tek të rinjt. Atëherë, a mundeni me na tregu në detaje se çka përfshin saktësisht kjo ngjarje? Kjo ngjarje është një gaming night, natë lojrash, e organizuar në koordinim me Unionin Studentor, domethënë Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Unionin Studentor, për studentët e kolegjit AAB si dhe maturantët e gjitha shkollat të Kosovës. Lojtarët do të organizohen, domethënë janë dy lojra që janë në turnament, loja e FIFA-s dhe loja Counter-Strike. Për lojën e parë do të organizohen 32 ekipe me nga 2 lojtarë që janë gjithsej 64 pjesëmarrës, kurse për lojën tjetër do të jenë 32 pjesëmarrës. Ideja e kësaj ngjarje është me zhvillu sensin e bashkëpunimit, me forcu sensin e bashkëpunimit komunitet, Unioni Studentor, me pjesëmarrës të Unionit Studentor, me ne si staf, por edhe mes vete me forcu aktivitetin e bashkëpunimit si dhe koordinimin grup. Si e pritën studentët e kolegjit AAB, më saktësisht ata të fushës të shkencave kompjuterike, sepse për ta është organizuar gjithë kjo? Po aplikimi ka qenë, domethënë, shumë intensiv, shumë i madh. Ne faktikisht u dash që t'ju themi që do të marrin pjesë në lojë first in first serve. Kush regjistrohet i pari do të hyjë i pari, sepse në këtë organizim do të mund të hyjnë rreth 100 lojtarë, domethënë fatkeqësisht nuk do të mund të kyçen më tepër, po ideja është që vetë ngjarja ta krijojë një klim të tillë, domethënë të bashkëpunimit edhe të koordinimit në grup edhe sjelljes në shoqërinë të nëntanësi. Kolegji AAB në fakt kujdeset gjithmonë që jo vetëm në fushën e shkencave kompjuterike, por në të gjitha fushat të realizoj aktivitete të ndryshme, të cilat po besoj këto edhe i bashkojnë nxënësit, por edhe gjitha teorinë që e mësojnë e kthejnë edhe në praktikë. Kolegji AAB ofron një gamë të gjerë të programe studimit mas pare në fushën e shkencave kompjuterike, duke filluar nga inxhinieria softverike, inteligjenca artificiale, programimi për multimedia, programimi lojrave kompjuterike, do të thotë të tjera. Edhe në strategjinë e vet, kolegji gjithmonë përfshin aftësimin e studentëve në gjitha sferat e mundshme. Edhe ngjarja e sotme e përfshin një pjesë të kësaj strategjie. Do të thotë koordinimin grup, sjelljen grup, domethënë edhe atë kultivimin e kulturës së konkurrencës së shëndosh. Ngjarja ka nisë në orën 19, kur pritet të përfundojë? Duke pas parasysh numrin total të lojtarëve dhe ekipeve, besojmë se ngjarja duhet të përfundojë rreth orës 22. Cili do të ishte një mesazh, sepse përveç studentëve të kolegjit AAB kemi edhe nxënës maturanta të shkollave të mesme. Cili do të ishte një mesazh ju si dekan që dëshironi me u drejtuar? Mesazhi im është që kolegji AAB ofron pothuajse të gjitha mundësitë, resurset, kushtet për studime, domethënë për orientim të suksesshëm karrierë. Normal, pjesë e këtyre studime është edhe argëtimi, siç është organizimi i natës së sotme, edhe studimi. Shumë suksese juve, studentëve edhe nxënësve. Faleminderit. Gjithashtu, një student i kolegjit dau përvojën e tij, duke vlerësuar organizimin dhe duke theksuar se këto aktivitete ndikojnë pozitivisht në jetën studentore, duke krijuar bashkëpunim dhe shoqëri mes të rinjve. Kjo aktivitet është shumë pjesë interesante, me thonë, edhe për studenta, jo vetëm me thonë për neve që jena edhe pjesë e Unionit, paka shumë që jena marrë me pjesën e organizimit të kësaj, po është edhe pjesë interesante që mundem me pa dhe njerëz do me thonë që tregojnë aftësitë e tyre që janë edhe në video lojra, jo vetëm pjesën që është me thonë mësime se në vende, po edhe kjo është pjesë do me thonë interesante që mundesh me shfaq vetëm më shumë. Fatlinda, si e mori iniciativën për të organizuar gjithë këtë aktivitet? Kolegji AAB bën
domethënë evente të ndryshme gjatë periudhës studimore, edhe normal që senet ma fund që janë i kena na Unioni Studentor për mi organizu. Tani pas disa diskutimesh me kolegët të shkencave kompjuterike që i kena, me Unionin, me rektoratin, kena marrë vendim për me organizu një gaming night, diçka që është fun, që mëndet me konë interactive, dhe thjesht ishte njerëz studentat më bo bashk, edhe me pas një natë chill në fakultet, më knaq. Pjesë e veçantë e mbrëmjes ishte gara ku një maturant arriti të dalë fitues duke treguar aftësi të shkëlqyera në lojë. Andi, une të ndjeka gjatë lojës që e pate, gjatë garës, në fakt edhe ti dole fitus. Qysh ishen emocionet, sa je i lumtur tani? Okej, unë jam shumë i lumtur për momentin, kanë goxha emocionet interesanta, është era jam e parë që marr një pjesë si garash, sidomos për loja, edhe qëllova për fat domethënë më fort se lojtari tjetër, sekondërshtari, edhe dola fitus. A ke vështirë ajo? Ke vështirë, normal është gjithmonë vështirë, për shkak se dush me kontrollu pak edhe stresin, adrenalinën, kur ki punë me shumë njerëz të shiku, po mirë, e kontrollova mirë. A ke marrë me vete shok, kështu që kanë bot tifo për ty? Po, e kam një shok këtu, që aty është u bot tifo, edhe besoj që s'kom e zhgënjy. Andi, ti e maturant, edhe unë e di që Kolegji AB, përveç se ju ka ofru mundësi me ardhe dhe me tregu talentin edhe aftësit tuaja në gaming, ka edhe shpërblime, sidomos për ty që je fitus. Po, si që pashën, kishin disa shpërblime për neve maturantat, po shpërndajshin bursa për fitusit, kështu që besoj që kena me fitu. Shkencat kompjuterike kime i studiu, apo? Po, shkencat kompjuterike, ma konkretisht cyber security, për siguri kibernetik. Night dëshmoi edhe njerë se Kolegji AB vazhdon të sjellë iniciativa inovative që lidhin arsimin me pasionet e të rinjve.